Dhe me thënë, nuk kur më vtish mami, unë kam shumë 10.000 lekë në shtëpi. Brënda një ore mua më mblodhen të gjitha lekët, të varrimit, të drejët. Dhe me thënë, shoqëria ime ishte se unë e kam fillu jetën 2 nga 0. Unë me mamin, dhe me thënë, hargjova Çdo kushtim. s'kishte, se mami ma futën në Itali me një dhomë ku çdo ditë i vtiste nga një shoqe. E kupton? Dhe unë s'kisha vis, nuk e shifsha dot mamin. Edhe isha tharë, isha bërë, më kishtë ndalë kosa, gjitha punoja. Edhe u detyrova e qova në një dhomë vete ku do paguaja natë për natë, për nata në Itali ishte shumë e shtrenjtë. Kemion që i bëni mami ishte një nga kemiot më të shtrenjta që kishte. Edhe iu çdo gjë. Pastaj kur u kthy, se unë e solla mamin nga Italia të gjallë. Mami tim ju bë koka kaq. Kaq. Një grua aq e bukur, nuk e di e peti fotografinë e mami me babin. Mami ka vdek 52 vjeçë. Është histori që shumë e gjatë si histori, edhe unë nuk e di se si e kam ngrit kokën. Nuk e di. Në thënë, isha në një moment që kisha 2 vjetë që më kishte vdek babi. Më kishte vdek njeriu që unë nuk e di si jam gjallë, patë. Nuk e di. Se unë deri ditën që vdiq babi, unë se dija që kishte mama ndërnja. S'dija unë të puthja, të përqafon, vetëm me babin. Ishe një ditë që më tha Danja mua, nuk në pse s'përqafon? Po. I kam mbyllur përqafimet me babin. Unë aty më kanë ngellë Sot të thote sa unë. Me babin, unë, për shembull, unë jam e ngurtë kështu që kur që më ka vdek babi, nuk... Dhe me thëmë, dije që po të dhashin përqafim du shumë. Dije që... Dhe me thëmë, ke një vënd shumë veçante unë. Se nuk ta jap kot përqafimi. Prandaj më hap barkun, s'ka pas ndonjëherë ndjesi për një person tillë. Ç'të bëj? Është era e fundit që më drejtohesh mua me etiketimet të tipit. Është era e fundit që më etiketohesh mua me të tilla etiketimet ti mbash për vete. Etiketimet ti mbash për vete kur të kuptosh se ç'a po bë.